Kosova është ndër vendet më aktive dhe proaktive në procesin e Berlinit. Nga ana tjetër, Kosova ka probleme specifike politike që në një farë mënyre të bëjnë të mos shpresos shumë edhe për marrëveshjet e reja. Ka pasur progres në përmirësimin e infrastrukturës dhe konektivitetit. Hap tjetër pozitiv apo zhvillim pozitiv është miratimi i agjendës digjitale. Gjetjet kryesore tek pjesa e digitalizimit, mund të them që ka pasur progres në përmirësimin e infrastrukturës dhe konektivitetit. Kosova ka arritur një shtrirje të internetit për afërsisht 100% që e tejkalon edhe mesatarën e BE-s. Kjo është një zhvillim më pozitiv, mund të them, nga pjesa e digitalizimit. Ndërsa, siç kemi marrë edhe obligime, po edhe ato që kërkohen nga Bashkimi Evropian është që Kosova të bëjë përpjekje për të zbatuar edhe teknologjinë 5G, e cila është duke u zhvilluar, por që duhet të vazhdojë të zhvillohet edhe më tutje. Një hap tjetër pozitiv apo zhvillim pozitiv është miratimi i agjendës digjitale apo i strategjisë së agjendës digjitale, i cili ngërthen shumë aspekte të zhvillimit digjital dhe objektiva të cilat Kosova ja ka vendosur vetës për të arritur tutje në avancim drejt zhvillimit digjital të vendit. Kosova e ka vendosur objektivat për energjinë dhe klimën deri në vitin 2030, që përfshin rritjen e pjesës së energjisë ripërtëtshme në 32% dhe reduktimin e emitimit të gazrave serë në 16.3%. Ka miratuar edhe ligjin për promovuar vinë në kuvend të ratifikohen sa më parë, janë edhe disa marrëveshje, sidomos tek plani rritjes që është adoptuar vitin e kaluar për të përfituar kredit që vijnë në kuadër të këtij plani, ato do të ratifikohen si marrëveshje kredie në kuvendin e Kosovës. Kosova është ndër vendet më aktive dhe proaktive në procesin e Berlinit dhe këtë i kemi parë edhe me ratifikimin shumë të shpejtë të gjitha marrëveshjeve dhe së fundmi madje edhe me ratifikimin e njëanshëm të marrëveshjes për lëvizje të lirë me letërnjoftime me Bosnjën dhe Hercegovinën, kur është pjesë e proceseve të tilla të bashkëpunimit rajonal, nënshkruan marrëveshje të reja, synon thellim të bashkëpunimit e të tjera, mirë po nga ana tjetër në realitet në Ballkan dhe veçanërisht Kosova ka probleme specifike politike që në një farë mënyre të bëjnë të mos shpresos shumë edhe për marrëveshjet e reja. Nëse flasim për energjinë, për shembull, një gjë që e kemi përjetuar gjatë gjithë kohës ka qenë që ne për gjatë gjithë kohës kemi votuar në Këshill të Ministrave ose jemi dakorduar në proces të Berlinit për të thelluar bashkëpunimin. Nga ana tjetër, ende jemi sot në një situatë ku për 5 vite Serbia nuk lejon alokimin e kapaciteteve në linjat e transmisionit. Kjo është një çështje, kjo është domethënë tregti bazike e cila i kushton qytetarëve të Kosovës miliona.